Shkaku më i madh i lumturisë, baza dhe themeli i saj është besimi dhe vepra e mirë. Allahu i lartësuar për të ka thënë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush bën vepra të mira qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim patjetër një jetë mirë dhe do t'i shpërblejmë ata me shpërblimin më të mirë për ato që kanë vepruar. Allahu i lartësuar ka lajmëruar dhe ka premtuar se atij që bashkon besimin dhe veprat mira i takon jeta e mirë në këtë botë, si dhe shpërblimi i mirë në këtë botë dhe në botën e përhershme. Dhe arsyeja e kësaj është e qartë, sepse besimtarët me besim të saktë, besimtarët të cilët veprojnë vepra të mira dhe përmirësojnë zemrat, moralin, jetën e kësaj bote dhe të ahiretit, kanë baza dhe parime me të cilat përballojnë çdo gjë që u vjen prej shkaqeve të gëzimit, si dhe prej shkaqeve të shqetësimit, brengës dhe pikëllimit. Besimtarët i pranojnë gjërat e dashura dhe kënaqësitë me falënderim ndaj Allahut për këto mirësi që Allahu jep dhe duke i përdorur ato në ato gjëra që u sjell atyre dobi. Kur veprojnë kështu, kjo u sjell atyre gëzim, shpresë për vazhdimin dhe begatinë e tyre, si dhe shpresë për shpërblimin e atyre që falenderojnë. Dhe këto sjellin gjëra të mëdha që në të mira dhe begatitë e tyre i tejkalojnë vetë këtë kënaqësi. Ndërsa gjërat e padëshiruara, dëmet, brengat, pikëllimet i përballojnë duke luftuar atë që mund të luftohet, duke lehtësuar atë që mund të lehtësohet dhe duke bërë durim të bukur për atë që nuk ka mundësi të shmanget. Dhe me këtë, ata fitojnë nga fatkeqësitë, përvoja të dobishme, forcë dhe qëndrueshmëri, si dhe durim dhe shpresë për shpërblim gjëra shumë të mëdha. Ato, pra brenga dhe vështirësitë, zhduken bashkë me to dhe në vend të tyre zëvendësohet gëzimi, shpresat mira dhe aspiratat bukura, si dhe shpresa e madhe në mirësinë dhe shpërblimin e Allahut. Ashtu siç e ka shprehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saq ku e transmeton Imam Muslimi, ku thot sallallahu alaihi wasallam: "Është e çuditshme çështja e besimtarit. Çdo gjendje e tij është e mirë për të. Nëse e godet diçka e mirë, ai falenderon dhe kjo është e mirë për të. Dhe nëse e godet diçka e keqe, ai bën durim dhe kjo është e mirë për të, dhe kjo nuk i takon askujt përveç besimtarit." Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se besimtari e shumëfishon fitimin, mirësinë dhe frytet e veprave të tij në çdo gjë që i ndodh, qoftë gëzim apo qoftë vështirësi. Prandaj she dy njerëz që u bien njëjta fatkeqësi ose njëjta mirësi, por reagojnë në mënyra shumë të ndryshme dhe kjo është sipas dallimit të tyre në besim dhe në veprat mira. Ai që përshkruhet me këto dy cilësi, me besim dhe veprat mira, i pret të mirat dhe të këqijat me falënderim dhe durim dhe me atë që pason prej tyre, dhe kjo i sjell atij gëzim, largim të brengës, shqetësimit, ngushtimit krahërorit dhe mirimit jetës, dhe i plotësohet jeta e mirë në këtë botë. Ndërsa tjetri i pret të mirat me arrogancë, mendje madhësi dhe tejkalim kufish, kështu moralet e tij devijojnë dhe ai pret ato siç i presin kafshët me lakmi dhe frikë nga që ndonjë gërsir tjetër ja merr prend përpara se e konsumon ajo. Megjithatë, ai nuk është i qetë në zemër, por i shpërndar nga shumë anë, nga frika se mos i humbasin ato që do, nga shumë pengesa që zakonisht lindin prej tyre dhe nga fakti se egoja nuk ndalet në një kufi të caktuar, por vazhdon gjithmonë e etur për gjëra të tjera të cilat ose i arrin ose nuk i arrin. E nëse i arrin, atëherë edhe kjo është me supozim dhe paracaktim, por ai përsëri mbetet në shqetësim nga ato shkaqe të përmendura më parë. I përballon fatkeqësitë me shqetësim, me panik, me frikë, prandaj mos pyet për atë që i ndodh prej mjerimit jetës, prej sëmundjeve mendore dhe neurologjike, dhe prej frikës që mund ta çojë deri në gjendjet më të këqija dhe shqetësimet më të rënda. Sepse ai nuk shpreson shpërblim dhe nuk ka durim që t'ja lehtësojë dhe t'ja ngushëllojë atë. E gjithë kjo është e dukshme dhe e vërtetuar me përvojë, dhe nëse mediton për një person të tillë
tillë dhe krahason me gjendjen e njerëzve, do të shohësh dallim të madh midis besimtarit që vepron sipas besimit të tij dhe atij që nuk është besimtar. Sepse feja e nxit me forcë të madhe për kënaqësi me riskun e Allahut dhe me atë që ai u ka dhënë robërve të tij nga mirësia dhe bujaria e tij e shumëllojshme. Prandaj besimtari, nëse sprovohet me smundje, me varfëri apo me gjëra të ngjashme me të cilat çdo njeri është i ekspozuar, ai, pra besimtari, për shkak të besimit të tij dhe kënaqësisë me atë që Allahu i ka caktuar, është i qetë në zemër. Ai nuk kërkon me zemrën e tij diçka që nuk i është caktuar. Shikon ata që janë më poshtë se ai në gjendje të lumturisë dhe në gjendje të pasurisë dhe nuk shikon ata që janë më lart se ai në gjendjen e lumturisë dhe në gjendjen e pasurisë. Dhe ndonjëherë gëzimi, kënaqësia dhe qetësia e tij janë më të mëdha se atij që ka arritur gjithë kërkesat e kësaj bote, nëse ai nuk ka kënaqësi në zemër. Ndërsa atë që nuk vepron, ai që nuk vepron sipas kërkesave të besimit, kur sprovohet me varfëri ose humbjen e disa të mirave të kësaj bote, e sheh në gjendjen më të madhe të mjerimit dhe të fatkeqësisë. Dhe një shembull tjetër, kur shfaqen shkaqet e frikës dhe njeriu në godasin gjëra shqetësuese, do të vësh re se besimtari i sakt ka zemër të qëndrueshme, shpirt të qetë dhe është i aftë ta menaxhojë dhe ta drejtojë këtë situatë që e ka goditur. Ta drejtoj me aq sa ka mundësi nga mendimi, fjala dhe vepra. Ai e ka përgatitur veten e tij për këto shqetësime që mund t'i vinë dhe këto gjendje japin njeriu qetësi dhe forcojnë zemrën e tij. Ndërsa atë që i mungon besimi e sheh në gjendje krejt kundërt, kur i ndodhin frikëra ai tronditet dhe ndërgjegje, i tensionohen nervat, i shpërndan mendimet dhe kap frika dhe paniku. Mbi të bashkohen frika e jashtme dhe ankthi i brendshëm, të cilat nuk mund të përshkruhen plotësisht. Ky lloj njeriu, nëse nuk ka disa shkaqe natyrore që kërkojnë ushtrim dhe përvojë të madhe, i dobësohen forca dhe i tronditen nervat për shkak të mungesës së besimit që e çon në durim, veçanërisht në situata të vështira dhe ngjarje të dhëmshme. Njeriu i mirë dhe i keq, besimtari dhe jo besimtari, kanë të përbashkëta disa forma të guximit të fituar dhe disa instinkte që e lehtësojnë frikën dhe e bëjnë më të durueshme atë. Por besimtari dallohet me forcën e besimit të tij, durimin e tij, mbështetjen tek Allahu dhe llogaritjen e shpërblimit tek Allahu. Këto gjëra ja shtojnë guximin besimtarit, ja lehtësojnë barrën e frikës dhe ja bëjnë të lehta vështirësitë. Siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar: "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Nëse ju vuani, edhe ata vuajnë ashtu siç vuani ju, por ju shpresoni nga Allahu atë që ata nuk e shpresojnë. Dhe ata, besimtarët, marrin nga ndihma e Allahut, nga përkrahja e Allahut e veçantë dhe nga mbështetja e tij, gjëra që i largojnë, i shpërndajnë dhe i zhdukin frikrat. Siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Dhe bëni durim, vërtet Allahu është me durimtarët.